Po fshati sa banor ka? Rreth 20 shpina është. Aq kanë mbetur, ë? Po. Po edhe ata që kanë iku, po thoj se po kthehen e po i bëjnë. Çfarë thua? Po. Po kthehen këtu në fshat? Po shtëpit po i bëjnë, se ne nuk jemi në një fshat që t'jemi shumë larg se ti herë në autostrada këtu, te fshati jon mba 10 minuta. Po. Si jemi në një fshat jemi shumë thellë, po edhe thellë ti e çfarë. Edhe rrugën e ka të shtruar, nuk është se ka rrugën e keqe. Po, e ka shumë të shtruar. Nuk është rrugë e keqe. Ky ulliri është i yti? Jo. Së shimi. Hajde shkojmë ulemi aty në rrim për qefin tonë. Kshuririt plakut. Fëmijët ati kanë ikur jashtë shtetit dhe mi ka lënë mua. Po jo veç fisi im, po dhe këta të tjerë, fisi tjetër që thash jemi 2 fise këtu. Dhe këta... Gjaferajt, ë? Po, Gjaferaj. Dhe këta më kanë respektuar, më kanë lënë shumë toka. Qa ka nxjerr ky fshati juaj? Ka nxjerr në një person? Është në një person... Qarë do? Ma thuaj, për ku e ke fjallën? Në një shkencëtara, ndo një akademika, ndo një politikana? Jo. Jo? Jo, s'kemi nxjerrë ato. Ja, ku e ke dhe bastunin tënd këtu. E ke bërë vetë këtë më duket. Ke? Shkopin pop, atë jo. Pse? Jo, atë, se ka merë dot, se nuk e bej dot. Ja, s'pa them këtë të metalit o. Shkopin pota. Digjo, për çfarë duhet kjo? Ajo është ajo historira që ta tregova atje që kraba kap çdo herë tërheq na vetja. E tërheq nga vetja kështu. Ashtu na shti. Bujrut më ulën na shti. Aha. Në hijat ullirit. Kjo është. E pi duhanin, ë? Po. Sa vite ke që e pi? Unë kam rreth një 5 vjet. 5 vjet, ë? Po ç'ne që e nisa? 30 vjeç vonë pas ke nisur? Shumë kot fare. Mora një herë një duhane, një herë tjetër 2, 3. Pasaj më tha, ore mik, ti do më rritë shumë largë, tha, po dalë bëj me shok me veten, unë tha, se unë smire me ty kështu. Dhe më bëri shok me veten. Edhe të bëri shok me veten duhan. Po. Shiko, ke shumë batut, je dhe i fjales. Jo, të tërë të fjales janë. Nga kjo zonë? Po, çdo lloj zone. Ja, janë të tërë të fjales janë. Pse? Po jo të gjithë flasin. Ashtë ti thot për ata që gjuna që i mbajmë ngoj mund t'jem me mecër, pa i çdo flas. Po jo, po kush? Ka që kanë edhe turp, ka edhe që kanë siklete. Mirë, turp edhe unë kam me këto kamerat, po kam gjëra të bun. Ti qenë ke i thjesht fare, se vret fare mëndjen. Unë të thash, risi në shtëpi. A që jam i thjesht, jam. Ri, i vërtet pra, original, real people. Qa të pëlqeu ty dhe intervista ime me asnjë? Shumë më pëlqeu, shumë komunikim të bukur, të qetë, të pastër dhe një gjë që brinni dhe e kujtoni kështu, çdo lloj fshat me fjalë që i shikojmë dhe i bëjmë, janë shumë tërheqësi. Ashtu s'mund t'i pëlqejnë të tërë, ka që si pëlqejnë dhe të tërë, po ka që dhe i pëlqejnë. Po. E vërtet është, të gjithë i duan. Dhe kjo është një trashëgimi me fjalë që i kemi unë dhe i shoku tjetër Azbiu, që e kemi në gjakët. Do ta kishe lënë këtë punë e bariut? Edhe mund ta lë. Edhe mund ta lë. Po dhe mund ta lë dhe mund mos ta lë. Pse? Për ca pengesa të vogla. Qa pengesash? Pavarësisht se mua më tërheq. E ke me qef, ë? Po. Në qa ore zjohesh, shpat? Unë e nisë punën që në orën 6 të mëngjesit. Ngrihem. Zgjohesh në 6, ë? Po, pi kafen, edhe do marr rrugën, do vete se unë stani në kam atje, po dalë që shikon. Ku? Atje, për te. Do vete atje me gjithë baban. Bas kësaj kodrës me ulli? Ma ta, duket stani ma ta. Dhe do vete me gjithë baban, do t'i mjeli, do ushej. Pse baktia mielet në mëngjes? Miel dhe në darkë dhe mëngjes. Miel 2 herë. Sa rri pastaj këtu? I dalë në orën 8:30, 8 shu. Gjë rri gjë në ora 10 e dreks, i kin shpi gjë në ora 10, vi në orën 4, në ora 4 do rri gjë në orën 8 prap. A pse kthehesh prap në orën 4 ti këtu? Po, do vi këtu, do t'i sekullosin, me fjalë që ato rrin hije. Po, në kone Beharit, se kur në kone dimrit ato do dalësh në ora 8-9 dhe kur të vetë... Pra ti del 2 herë tani gjatë periudhës dhe bën vetëm pushimin e drekës? Po. Vetë pushimin e drekës. Po pse jeton me të shtëpisë, pse nuk jeton vetëm? Mirë është dhe kjo që po e thua ti, po është një histori e vjetër. Pse? Edhe gjarë për në ngurë tha do shok.
Ashtë ti të le baban dhe nënë që më ka bërë kokën e të jetoj vetën,